Janë disa këngë të mia që do dalin këtë vit, domethënë është një këngë popullore që kanë bërë te Mario Bregu, është kjo kënga që ka bërë Keketi, në përgjithësi disa vitet e fundit, 7 vjeçarin e fundit, pothuajse 80% të këngëve që kanë dalë kam qenë vetë kompozitor dhe autor teksti. Edhe kur dikush tjetër më ka thënë që ta ndryshojmë të fjalën, kam thënë që jo. Le të jetë më e bukur kështu siç është autentike. Dhe gjithmonë çuna qeshin kur shkojnë në studio, s'u thonë lidhë, më thonë mua me ufot. Sepse kur vjen puna te teksti, unë fut përditshmën time, po me fjalë të mëdha. Ato thonë po jo Aurel, se si kupton njerëzit me pse se kupton njerëzit tashun. Për shembull, ja kë nga ime këtë radhë do filloj tash, unë ke edit që i tash vete sot të ri rehat. Po tha që shkjo i tash vete sot të ri rehat. Po i tham, pse në pak momente ka njeriu që i thot vete se më sot dua të ri rehat. Nuk dua as të punoj, as të dal, as. Ja, i referoj. Ja, u lidh me ufo, thot, ai miku tjetër. I thash, po jo, unë jam Aureli. Unë ka momente që i them sot boll, i them gruas, fëmijë, drejtorit, boll sot jo, sot më përket dita mua. Dhe është shumë më se normale që një ditë më përkas mua. Sepse ne ecim akoma jemi martuar, duhet të bësh për familjen, duhet të bësh për fëmijën, duhet të bësh ore për Aureli kur do bëj unë. Kismet. Po the, kismet, tamam kismet. Kurse në momentin që ti je shpreh, dhe gjithkush që të rrethon të dëgjon, thotë ore ka shumë të drejtë. Dua vlla ta pini një kafe vet, pa gruan, pa shokun, dua të dal kem një kohë timen që sot në kohën moderne e quajnë meditim. Ai meditimi që më përket mua është i pacënueshëm. Dhe nuk është gabim. Nuk është gabim ta shprehesh në këtë mënyrë që dua të ri vetëm. Me intonacionin e dur, dhe unë e ktheva në këngë. I thash vete sot të ri rehat. I pafat quhesh. Kur je pa të dashur, pa njerëz, po jo ndonjëherë del dhe për mirë.